Për lësin tani, të ju të pjesa përmbyllse, ju thoni Ramet Past. E keni thënë, po nuk po të pjesë për këtë. Po nga këta politikanë veteranë tuajt, se edhe këta jo keni gjetur veteranët, për shembull Majko Braçe Xhafa. Mund të thoni Ramet Past dhe për këta të dielën, apo fitojnë? Ke? Po mund mos fitojnë. Se lista hapur e të gjitha. Se doktori për shembull i ka mbyllur ata që do. Se kupta? Edhe ti ke mbyllur doktori, ata që do, i ka mbyllur në brenda listë mbyllur. Ti ke mbyllur të rinj. Dhe ke lënë jashtë. Ne s'kemi ndjekur logjikën atë që dua unë. Jo, erën e kaluar ti more vota kështu në këtë mënyrë. Po mos ikin këtë. Këtë herë ne kemi ndjekur logjikë tjetër. Kush ka mandate nga Partia Socialiste duhet i rikonfirmoj në ballafaqim me publikun. Kjo është logjika që kemi ndjekur. Dhe plus disa ministra i kemi lënë dhe ata në ballafaqim me publikun, sepse pastaj do t'ishte komplet i cunguar kapaciteti i garës së Partisë Socialiste me kundërshtarët. Kështu që unë besoj që ne kemi ndërtuar një skuadër që do maksimizoj votën në mënyrë të jashtëzakonshme dhe situata e Kënetës në mbasditën e 12 maj do jetë shumë e rëndë. Shumë e rëndë, shumë keq. E ke vërtet këtë. Në mbasditën e 12 majit Këneta do jetë shumë keq. Në Këneta nuk e përshan shumë, dhe që do të marra të isha i kjo që thua Kënet këti që i thua, doktori. Tani, që mendoni për kanë dalë partit të reja? Vine edhe të unë ata një pjesë të gjitha. Ju bëni sondazhe rregullisht të gjitha. Shanse kanë këto partit, thua ti? Po kanë shanse. Kanë shanse sepse ka hapësirë. Është krijuar një lloj hapësire, kanë shanse. Problemi është që partit e vogla, se ju i thoni të reja, po vogla, sigurisht. Partit e vogla, ka që quajnë të madhe fare. Partit e vogla bëjnë zhurmë të madhe. Lapaj thotë të marrë 71%. Kush? Lapaj. Thotë të marrë 71%. Prandaj unë them. Agroni është mi kursyer. Prandaj unë them që shoh në këto zhvillime një 20 thot ai, 21, nuk e di. Shoh në këto zhvillime një lindje të farës keqe të LSI-s. E shoh. Se këta të gjajnë LSI-n ty? Jo, s'tem të tre, a? Jo. Kur ndodh që e them si LSI-a ka mbajtur në pushtet ty, të ka mbajtur dhe demokratët në kodë barabartë. Kur del dikush dhe thot do marrë 71 mandate, më kujton dikë tjetër që thoshte do marrim 71 mandate. Do me thënë, por ai që është thelbi është ky, që unë nuk besoj tek partitë e vogla, unë besoj që partitë e vogla krijohen për interesat vogla dhe bërtasin shumë pikërisht sepse interesat i kanë të vogla. Kjo është logjika ime. Dhe punë të mëdha nuk bëhen me partitë vogla. Jo, edhe i bën, për shembull. Partia, po themi kemi partitë tjera se ne përmendëm vetëm këto. Po Tom Doshi për shembull ka një parti që nuk e kapin sondazhet, por befas në fund ai merr deputet. Ju do bashkoheni me të nëse ju duhet apo? Ne nuk do bashkohemi askënd. E sigurt për këtë punë. Nuk bashkohen. Sepse ne jemi të bashkuar me shumicën e shqiptarëve ylli, prandaj. Është zgjidhur kjo në 2017. Ne kemi koalicionin me shumicën e shqiptarëve. Dhe nuk kemi nevojë për të marrë të tjerë në prerë që të na thonë pastaj që do me thënë ti ke jetë sirën këtyre. Të na thonë pastaj që shiko, ose do më ushqesh mua, ose unë do të lëviz timonin, do të hedh nga... Kësaj popullat e ti pas ke jetë sirën dhe... Mos ja lër popullat. Pikërisht në momentin popullit, në fal. Mos ja lër popullit. Mos ja lër në asnjë mënyrë, lutem, se nuk e përballoj dot sinqerisht, më duket shumë ofensiv. Mos qaj tani për popullin tani. Jo. Qaj duket ndihmuar kështu, po jo. Qaj për popullin unë. Populli nuk ka nevojë që të qaj unë për të, sepse shqiptarët kanë instinkt politik të jashtëzakonshëm dhe t'japin ujin mbi shlullës shqiptarët. Po që puna për analiza politike, hajde me mua të shkojmë në Dibër, të shkojmë në Kuç, të shkojmë si ti duash analizat. I do i qik djathas, i do majtas, i qajnë 1000 herë më mirë se këto jenat e tua ylli. 1000 herë më mirë. Jena e ke gabim se gjithë... Sot e gjeta jenën dhe sot mbyllet. Këtu mbyllet se më fut ai. Jo, gjithmonë gjen një fjalë kur jetë unë. Njerë gjen Kazan, njerë gjen... Më futë këtu. Jo, se unë fiteve ty futë... More e gjen gjithmonë një fjalë. Jo, ata u futën se janë ekspert.
të fushës ekonomisë. Dhe janë gazetarë që unë i vlerësoj shumë. Por e ti jenë fushat dhe mos në gjë pa thënë për ta. Mos do tri, ti je në punën tënde këtu duke folë me kryeministrin, ata futen këtu me mesazhe. Po çfarë është kjo? Sepse bashkëpunojmë. Si bashkëpunon më? Po ti je këtu, ke parë në një intervistë me një kryeminist, me një president, një gazetari që të mbaj telefonin këtu dhe me hiena që i thon, shiko se ai po kruan undën. Ta nëmëroj tani këtë dhe do ta them se ti tani e bën siguron kam mbajtur prizën aty tani, pse flet kështu? Po ja pra u futën ata. U futën mo sepse po thoshin një gjë të drejtë. Futen ata, futen njerëz të reklamave. Po ku e diti çfarë thot njeriu pa e parë telefonin? Tani 12 vjet qeverisje. Më le tani. Për çfarë jeni ju krenar më shumë në qeverisjen tuaj? Po mos më thuajnë 100 gjëra. 1, 2, 3. 1 vetëm të them, 1 që ose të zgjidhni një sektor ose arritje. Nuk zgjidh asnjë sektor. Unë jam krenar për një fakt që të gjithë shqiptarët e kanë parasysh, që Shqipërisë i dhash dinjitetin që nuk e kishte në arenën ndërkombëtare dhe që shqiptarëve në syt e botës ju dash identitetin evropian. Nuk na shohin më siç na shihin përpara dhe nuk ka më mungesë respekti për Shqipërinë, përkundrazi, na respektojnë, na vlerësojnë dhe na besojnë. Për këtë jam krenar unë. 1. Edhe kjo Shqipëri është e ulur në tryezë, negocion antarësimin në Bashkimin Evropian që as nuk mund të imagjinohej deri disa vite përpara. Ju flisni tani për të ardhmen e Shqipërisë 2030. Po për çfarë flas? Për kënetën. Po tani a mund të thosh tani, se edhe sa vjet do, edhe 5 vjet. Si? 4 vjet do. Edhe 5 vjet rroj. Ja vajte tani edhe e çfarë do ndryshoj këtu për 5 vjet shikon ti Shqipërinë. Çfarë edhe 5 vjet ron? Çfarë sheti ndryshe? Nuk e kuptova, the edhe 5 vjet. 2030, më jo, 2030, vajtëm 2030. Jo, më duk sikur më them mua. Se ti thua, jo, ti. Ron dhe 5 vjet. Ti do të rosh. Jo, më jo. Kush e di se do rosh, se ju udhëheqit të disa roni më. Se dim fare. Po ti shikohesh, ikën njëri nga udhëheqësia këtu. Se dim atë. Bot, po nuk ikën pra. Nuk e dim atë. Edhe mirë bën që rojnë. Sa më gjatë jetoni, unë do ta vendos vet kur do iki. Ti thotë, ju bëf dita 1000. Ju bëf të do ta vendos vet kur do iki. Jo, po erdhën 2030. Jo me këtë e di unë që ti do ta vendos vet. To sikën njëri gjanën po. Jo, në kuptimin që unë nuk do pres që të qeshin njerëzit me mua që të flas dy kumlla ke dardha. Do me thënë ti me këtë që ke thënë do bëjmë artist, stilist e kështu të pothin duar njerëz. S'ka, do të qëndrosh. Po 100%. Po kur pas 50 vjeç? 100%. Ku shikon dot nga sy ti? Jo, 100%. Stilizosh atë. Misioni im është të ul Shqipërinë në Bashkimin Evropian, të vendos atë Albania, atë, domethënë, ajo është ëndra ime, që ajo Albania, që e ke parasysh që shkruan Albania këtu, edhe që vihet këtu, edhe vihet ku shkojmë në një herë në vit edhe hiqet. Unë dua që ajo të vihet aty, gjithmonë, dhe gjithmonë dhe të jetë gjithë të tjerët bashkë në tavolinë aty.